Pepa, deri para pak kohësh aktiv në futbollin e lidhur, por sot riktheheni sërish për të luajtur në kampionatin e institucioneve mbi 40 vjeç. Është një kënaqësi e madhe, tu pa se edhe pjesa, domethënë tjetër, janë gjithë që kanë luajtur futboll më përpara. Kënaqësi e madhe, kënaqësi. Një risi ky kampionat mendon për zonën e Shkodrës dhe në për gjithë Shqipërinë. Tham drejtën risi për në Shkodër. Më falenderoj biles edhe shoqatën në kry presidentin Lazar Matia që ka organizuar këtë. Diçka e mirë për gjithë, domethënë në Shkodër. Një kampionat institucionesh ku shoqata Rionale duket se ka nisur mirë, duket se është një nga ekipet më të kompletuara dhe pretendente për të shpallur kampionin. Them drejtën nuk shoh, domethënë një diferencë. I kam pa gjithë ekipet aty janë. Ne kena bërë dy ndeshje parë, ndoshta i kena pas i fije pak sa më atleta, por shpresojmë që të kënaqem domethënë në gjithë ndeshjet që bëjmë. Në fushë duke luajtur nën kryetari i bashkisë, drejtor të institucioneve të rëndësishme, duket që me futbollin janë të gjithë të luajnë të gjithë. Është normal, futbolli është i bukur, jep kënaqësi të mëdha. Shpresojmë që deri në fund shkojnë çdo gjë në rregull dhe fitojnë më mirë. Faleminderit.